Mirë se ju gjej, zonja e zotri. Ju njohës të muzikës kudo që ndodheni dhe mirë se erdhët në program. Mund ta keni kuptuar nga fotografia që unë kisha vënë në fillim të këtij prologu. Desha vetëm të flas 1 minutë për sa i përket spektaklit të mrekullueshëm që pata fatin ta ndjek në datën 9 të shtunën e kaluar. Morricone ishte i madh. Ja, këto janë spektaklet që sheshet në Tiranë kanë nevojë. Ku vjen kultura, ku vijnë vlerat. Dhe t'ju them të drejtën, e ndjeva veten sikur isha në Piazza San Marco në Venecia, në koncertin e mrekullueshëm që shumë vite më parë organizoi i madhi Morricone me orkestrën e tij. Do thoni ju e gjerë çfarë krahasimesh. Më besoni që tingëllimi, sidomos i orkestrës së radio televizionit shqiptar, i korit të teatrit të operës së baletit, punës së mrekullueshme që kishte bërë edhe inxhinieri audio i ASLV-s, ndriçimi, çdo gjë ishte në vendin e duhur. Tani defekte kur ka koncerte në natyrë, ka pasur dhe do të ketë. Por janë një minorancë aq e vogël përpara mrekullisë që pata fatin unë dhe shumë të tjerë të ndjekim ditën e shtunë. Ndaj dhe programi të shtunën ishte me regjistrim, të dashur miq. Desha t'ju thosha që Anila Varfi, e cila ishte edhe producentja po është dhe shkrimtare, e kishte bërë këtë kërkesë pranë Ministrisë së Kulturës. Dhe Ministria e Kulturës e aprovoi menjëherë. Po kështu edhe Qendra për Hapje dhe Dialog Kod, që po bën një punë shumë të lavdërueshme për të sjellë elitën në aktivitetet e saj. Nga ekspozitat e pikturave, si ishte rasti i Salvator Dalis, e deri tek Morriconia. Ne për këto evente kemi nevojë. Jo për amullin që shumer krijohet sidomos në sheshet e Tiranës. Nuk jam kundër manifestimeve që bëhen artistike, muzikore, t'i quajmë drejtuar të rinjve, por edhe aty duhet të dim çfarë t'i japim rinisë, sepse shumë herë pa dashje ne sjellim dhe antivlera, siç ka ndodhur, dhe jo pak raste kanë qenë të tilla. Ndaj, kur gjendesh përpara një eventi të tillë, që të dëgjosh kryeveprat e mjeshtrit madh, aq më shumë interpretuar nga i biri Andrea Morricone, që mos harojmë, në vitet e fundit të karrierës Morricones madh, ka pasur dhe bashkëpunime, atë dhe birë, si muzika e filmit Cinema Paradiso, ku janë të dy që e shkruan. Më bëri përshtypje dhe emocioni që pash përreth meje në fytyrat e njerëzve. Dhe me vete po thosha, ja ç'bën muzika e bukur. Dhe akoma më bukur ishte mbyllja, kur mbaroi eventi, që shikoje këto njerëz të diskutonin me njëri tjetrin për magjin që patën fatin ta shohin. Unë patjetër që duhet të ndalesha tek ky event, si një gur i mirë, që të vazhdoj këtë rrugë edhe Ministria e Kulturës dhe institucionet të tjera të mblidhen së bashku, jo thjesht për ditën e Europës, siç ishte ky event, por gjatë gjithë vitit të kemi mundësi të ndihemi me gjithmonë europian, jo vetëm me fjalë, sepse këto evente, zonja e zotri, me gjithmonë na bëjnë të ndihemi të tillë. Ju falenderoj unë dhe çdo ardashës
që adhuron muzikën me vlera për çka në adhuruat. Dhe vazhdoni kështu. Vjoj me programin. Si gjithmonë, vjen përpara jush talenti i këtij takimi. E keni parë edhe në aktivitetet të tjera. Unë e kam sjell, është një djalë i vogël, është nxënës i pedagoges dhe mikes son Kiara Juba, shumë i përgatitur dhe shumë kërkues nga vetja, edhe për moshën e mitur që ka. E keni parë kjo festa e këngës shqiptare, do ta shikoni në datën 29 në eventin që po përgatisim Gjergjdeka për miq të poet, dhe një parantezë, është i gjithi sold out, kështu që nuk ka më mundësi t'ju kënaq me bileta, me ftesa, zonja e zotrinj, por do jepet në ekran, kështu që do ta ndiqni të gjithë. Ai quhet Marlind Tatani. Dhe vjen me një material shumë interesant që ngjiti dhe tek ne kur e dëgjuam që erën e parë, Fairy Tale. Po, të dashur miq, Norvegjia fiton Eurosongun në 2009 me Alexander Rybak me këtë material. Me motive paksa irlandeze, por edhe norvegjeze të bashkuara së bashku, një ritëm që të bënte të kërceje sa po e dëgjuam. Ndaj Marlindi e kishte marrë me shumë qejf të material për ta sjellë përpara jush. Dhe pa u mbur kohë, le ta ndjekim Marlind Tatani me Fairy Tale. Ja pra Marlindi, e pat, me sa qef e kishte marrë materialin, dhe është i djalë me shumë perspektiv. Jam i bindur që sidomos
për sa i përket gjinisë së musicallit, Marlindi në të ardhmen do jap shumë. Sepse që tani ka filluar të dëgjoj atë muzikë dhe i pëlqen sidomos interpretimi në skenë. Dhe vazhdojmë me pjesën e parë që unë dua t'ja u dedikoj të gjithëve juve si zakonisht. Materiali që kam zgjedhur për ju është Souvenir d'enfance. Kuptohet, vetëm një i madh si Klejderman mund ta sillte këtë material që na ngroh të gjithëve në albumin e tij të parë, ku ishte edhe Lady Di, Balad për Adeline dhe shumë kryevepra të tjera. Ndiqeni dhe shijojeni Souvenir d'enfance. Dhe pa humbur kohë te kërkesa e parë. Është e një profesori fizike, zotit Vaso. Është ere parë që kërkon një material, edhe pse ka shumë kohë që ndjek programin e Ishte Njerë Muzika, siç më shkruan, dhe më kërkon një material shumë interesant. Ju përgëzoj për kërkesën tuaj, profesor. Ju më kërkoni një material nga Albéniz i madh. Albéniz është një nga kompozitorët spanjoll më në zë, i cili fatkeqësisht u nda shumë i ri nga jeta, në moshën 48 vjeçare, kur ishte në kulmin e krijimtarisë së tij. Dhe një nga kryeveprat e tij është Tango e Albéniz, kështu njihet në mbar botën. Është interpretuar nga solist, nga kuartete, nga sekstete harqesh, deri ke formacione tungji, por mënyra si ai e ka orkestruar, duke qenë dhe një pianist virtuos, shumë i veçantë në krijimtarinë e tij. Unë e preferoj sidomos me tingëllimin e orkestrës simfonike. Ndaj, profesor, për ju kam zgjedhur
pikërisht një moment të tillë, kur tango e Albenic interpretohet nga një orkestër simfonike. Edhe njerë ju falenderoj për këtë kërkesë që më bët kaq të veçantë dhe kaq të bukur, dhe shijojeni. A e pa çfarë atmosfere, dukesh sikur je brenda tingujve të Albenic, sepse në krijimtarinë e tij, përveç anës virtuoze, profesionale të shkrimit të notave, ai ishte bazuar shumë dhe në folklorin e vendlindjes së tij. Dhe pa u mbërko, vi ke kërkesa tjetër, e zotit Enrik nga Vlora. Zoti Enrik nga Vlora kërkon një material të cilin ne të gjithë e adhurojmë. Dhe shumë nga ju, unë jam e bindur, po thonë, po dhe unë më gjerisht kam kërkuar këtë. Jeni të shumët. E si mos jemi të shumët neve kur flitet për Massimo Ranierin, për Canzonissima, për këtë kryevepër. Erba di casa mia, mangiavo in fretta e poi correvo via,
quanta emozione, un calcio ad un pallone. Tu che dicevi piano, amore mio, ti amo. Erba di casa mia, Kryvepra e Massimo Ranieri, me të cilën fiton edhe kanconissimën e atij vitit. Zoti Enrik, jam I bindur që të gjithë njohësit e muzikës në këtë program, gjatë kohës që do ta interpretoj Massimo Ranieri nga kanconissima, do bashkohen në një kor të madhërishëm për ta shoqëruar këtë kryevepër që na arriti të gjithëve. Erba di casa mia. È la volta adesso della canzone nuovissima di Massimo Ranieri. Allora Massimo, di che parla questa canzone? Una canzone d'amore? Sì, diciamo di sì. Sa di nostalgia? Nostalgica, romantica. Sì. Titolo? Erba di casa mia. Grazie. Erba di casa mia, mangiavo in fretta e poi correvo via. Quanta emozione, un calcio ad un pallone. Tu che dicevi piano, amore mio, ti amo. Neve disciolta al sole, sull'erba I nostri libri ad aspettare, e mentre io ti insegnavo a far l'amore, come un acerbo fiore, finì la tua canzone. Un'altra primavera, chissà quando verrà, e questo dalla vita prendo quello che dà. Amare un'altra volta, ecco cosa farò, mi illuderò che sia l'erba di casa mia. Quanta emozione, un calcio ad un pallone. Tu che dicevi piano, amore mio, ti amo. Ma la vita è questa, sembra uno strano gioco da equilibrista, sempre più in alto, e poi un bel mattino ti svegli con la voglia di ritornar bambino. Ma un'altra primavera, chissà quando verrà, per questo dalla vita prendo quello che dà. Amare un'altra volta, ecco cosa farò, mi illuderò che sia l'erba
ndrojmë atmosferën dhe do sjell një duet shumë të veçantë midis dy gjenive, njëri i vokalit, tjetri i instrumentit. Ky material titullohet Stranger. Nuk mendoj që shumë nga ju e njohin. Kuptohet, fansat e Dimash Kudaibergen nga një anë dhe fansat e Hauserit nga ana tjetër. Pa tjetër që e njohin. Po, është një duet, një bashkëpunim i tillë midis violonçelit dhe vokalit të mrekullueshëm të Dimashit. Ndaj, ja u solla këtë material sepse më pëlqeu mënyra jo vetëm si është shkruar, por edhe si është filmuar dhe mbi gjitha si është interpretuar. Ndiqeni. Somewhere in my heart, in ancient times, I wandered through this palace. I have climbed among the seas. Faces from us, somehow departed memories. I've said lost, I've lost, I feel them.